u bë kryefjalë në Angli për pak javë. Me pjesëmarrjen e saj në Love is Blind, Bardha, vajza nga Kosova, grabiti vëmendjen e një audience milionëshe. Por historia e saj dashurisë aty u shoqërua me një dramë të madhe, të cilën e rrëfen sonte në intervistën e parë ekskluzive për mediat shqiptare. Rrugtimi në këtë program, me gjithë vëmendjen, suksesin e të lashet, ishte diçka që nuk e priste. Drejt me të kalzu, jo, s'kom menu që ka me shku qashtu që shu shku, se nuk i dihet adin jetës. Jom shku me mendimin se adin i kom bot do vjetë, jom gati për me gjithë një njeri, me bashkitu me një njeri, me kriju familje. Edhe adin deshta me shku, me gjithë dikon. E kom pa programin adin ma herët në Amerikë, adin shumë shtetë tjera. Edhe më ka pëlqy shumë, se ka shumë njerë që martohen aty dhe kanë shumë sukses. Adin dhe ditë sodit, janë do qifta që janë martu para 7-8 vjetë ose ma gjatë, kur ja kanë isë mas pare sezonat, edhe janë bashkë. Adin më ka ardhë, kër më ka ardhë ajo thirrja për me shku, thash, adin është për moshën pak ma të pjekur, mu ka duk që kam më përshtat, po s'ma ka marrë menja ku me gjithë dikona jo, kështu që u kanë befasi edhe për mu kur ka ndodhë, për qatë arsye jem shku. Babaj të saj, ajo fillimisht nuk i tregoi. E kam 2 vllazën, janë Beneq. I kam të ashtë se i shok atë ma të ngushtit, nëjse kur i na kanë të rrit nuk e kima pas shumë easy, po të ashtë që jena krejt të rritur, në kena adin shumë respekt për njën i tjetrin, edhe gjithë më kanë adin jep shtetje, më kanë jep support gjithë, edhe babit si kom kalzu, mas pari kur jem shku. Se nuk e me gjithë dikona jo, e të isha adin sa jam në atë seancën e parë të pods masanaj, nëse nuk e gjende dikon, tani aty ndërprehet lidhja jote me programin. Tani mas i dola isha e feju me që shkon programit, tani e thira babin e tregova. Prindë të mi janë shumë, zishush me thonë, moderne, edhe një kanë kalu ato fazat që janë adin pak ma tradicionale, kështu që gjithë edhe ata gjithë më kanë adin jep më mbështetje, gjithë më kanë jep support, edhe mamën e babën e kam si shok e shoqe. Adin e tregova babët dhe ta shqyr qika jam kur është të arsmja. Hajde më shpejt edhe qaq, adin ju kanë shumë plumtur për mu. Miliona u afeksionua në fillim me qiftin që ajo krijonte me Gjed, por vet libanezi, me çka i mori zemrën? Më ka pëlqy senet që i ka thonë për të ardhmen, çfarë familje kena me kriju, çfarë jetë me pas, qysh me kalu, dyn mes njëri tjetrit. Këto sene janë shumë adin important për mu edhe për me gjithë një njeri që më na dhënë më përshtat. Tani kur jemi pa për herën e parë, normal nuk është adin tipi im kështu fizikisht me pa, ama deri në atë kohën jam rënë dashuri, edhe adin jashtë nuk kam problem për mu heq, kështu që mu ka dohë si njeri mirë, edhe jam kanë adin shumë e lumtur që ku mujt me zgjedh një njeri që adin u sjell kaq mirë me mu. Gjërat po shkonin mirë deri tek një sherr që ndryshoi gjithçka, pakor paradasme. Ka ndodhur një argument kur i na kanë në aeroport të shku te lokacioni i Darsmes. Edhe aty jemi kanë në aeroport të shku, u kanë në Skotland, Darsmja, na pe Londrës tu atje. Edhe adin e kishëm nëse aje kish një event javën të ardhshme, edhe kem të ba muhabet për ta, edhe zdi qka, thash adin qka është mendimi jëtë, ku do me kanë të tjetërën javë, adin se s'ko menu 2 herë, asë një herë, gjithë më thonë që po jam gati, dhe ajo shpresa për një familje adin shumë afër për mua, për që ata do isha sa ma shumë me kry, me gjithë dikone dhe mu martu me ja fillu. Po nejse,
Ja filloj argumente edhe atin e rriti pak zërin, u sjell pak ma ndryshe, diqysh mu ndru krejt para ftyrës mu do këse njëri krejt tjetër. Në atë moment, tani unë menova nuk ajo më gati, unë tash të mu martu me një njëri që u sjell qështu me mu, edhe ka ndryshu kaq shumë mrena gjysores, as gjysores ka kjo argument. Edhe në atë momentin, adin kur je në shok, unë veç me nësha që me bata ashtë. Krejt print shoqënia, print e atina, krejt adin kanë fluturu me ardhë darsën tonë. Okej, në regull është program, po kjo është edhe jeta jam. Nuk është veç adin entertainment for everyone. Kjo është aktual, është jeta jame. Edhe nuk, në fund vendosa që unë nuk jam në gjendje mu martu, tu e di që ka me ardhë divorce ose ndamje ma vonë se nuk më shumë tani me sqaru ato problemet, nuk më shumë to like fix the problem, së më shumë. Qatë moment diri ju më veshe, ju më shku të aty para registras, apet unë menësha që nashta ku me thonë po, se ndjenja të kisha të forta, isha gati, ajo mendimi në me pas familjen sa ma shpejt, ish shumë afer, adin më shta diqysh veç sa se kom kap. Po në atë momentin vendosa se nuk e meritore në njëri mu sjell qështu me mu. Unë diri që tash këm ba që këm ba krejt vetë, edhe kur s'kom hjek, kur adin s'kom pas probleme, kom një jetë shumë qetë. Pse tash ti me thirë një njëri që nuk është i qetë një teme. Me pru probleme, atë shka. Kështu që në fund vendosa që paqa jame është ma rëndësishëm se sa një program. Refuzimi hapun në altar ndodhë rrallë. Sa i erdhi gjetit i natë? I natë i shumë. Pse ke thonë jo, ti më ke thonë që ki me thonë po, tash po në regull të këmë thonë, po ti ke reagu shumë keq, që deri në atë unë kequa që lartë që me thonë jo. Do me thonë problemi është të ti. E tash nuk po donë adin, apet s'po donë me sqaru qatë problemin se në atë argumentin që e patëm, kur nuk e rrethëkum, nuk mujtu me mbyll atë faqe. Kështu që nuk duhen e tash me ja fillu jetën me një njeri që nuk donë mu marrë vesh. S'dojshë me fol, nuk dojshë me sqaru, qka tjetër? Qka tjetër pret ti pej meje, tash unë veç me ullë kryt edhe me thonë okej, qështu shti? Ajo për mu nuk është e drejt. Edhe jemi qef, duhet me kanë, adin, gjysa mendimi jem, edhe duhet mu kuptu, për nësë më ishëm kur qysh mu kuptu. Nuk kanë agresiv, anajsen masanaj, po diqysh në fare i nate ka majtë të une, adin tani s'më kem me kaluat i nate, edhe nuk na shkoj larg, as 3 javë mas e kina ndërpre me kamera i nqizimin. Tani unë dajtëm edhe s'kemi fol pej atëherë që diri në reunion. Bardha provoi lidhjen edhe jashtë, mirë po disa situata përfshirë me ishte dashurën e tij ishin për të kundërtën. Mas e krytëm atë darsmen, unë vendosa me majtë unazën në vnut, se edhin mendimi jam që ka reagu edhin shumë palidhje, ka pas shumë presion, nuk është këse njeri, edhe edhin kom ndjenja për të, du me këqyr qysh po na shkonin masanej, mas e s'kena presion, s'kena kamera, jemi veç na. Edhe vazhdoj prapë që ashtu qyshish. E vnova unazën, së thashtë edhin unë po, se edhin normal u merë keq, të kumë thonë jo, parate të nëve, e di që është një farloj marrë për ty, unë e tashti po boj qka moj për me ndrejsh këtë punë. Edhe nejse, e patëm pa ish femnën e atina kërina ka në gym. Së më përgu që u kona atë, unë pa të rajt, ka thonë me heku nazën, adin shumë sene. Edhe apet unë se disha për qka. Nejse, tani kur shkum të shvija, i thash adin se am të me heku nazën.
edhe tash mos ke ajo e shfarna jote atë se ma mur mendja se asgjë këm di që shdo këtë anaj send. Nejse, po ajo u kanë thash ok se sëm ke tregu, adin që ke shpelqy ty me të pasën e ndhome, adin e shprajerën teme, mos me të kalzu, do shme pas bile pak respekt për mu. Se unë e pe uli vetë pak si poshtë me majtë unazën. Edhe më fund vendosa që nuk du me vnu, se edhe mu mërë pak e natë, se unë jam të mënu, jam të i bate tonat, jam të gatu 3 herë ditjet, se shato komunat kohën. Adin të i bate tonat të mënu me arritë qka, me ba në loj shpije, në vend për neve, a i s'kesh interes. Veç janë nisi me folë tani për programin, kur del programe, që shtu ku me hap një podcast, kur del programe, ku me hap një biznes me vlaun tem. Tash okej, na, kina me hap një biznes, kina me ba një sen me këtë program, nuk e di unë e vlajem që shtu, tash okej, tash te pas ke pas adin qëllimin, me ba pak fam, me ja qenë në biznes, a najse në dispo, adin ajo s'osh problem për mu, po pse ma ke huk mu kohën. A i bie që a i kishte lidhje paralele me ishin? No, se gjënaja shkon ajo qika me nejta që gjatë me ta. No, ajo u kon me frajerën e vetë. Kur jemi pa, tash në fakt është 7 zanë, jonë të jetu bashk edhe dojnë u martu. Nejse, ai ka pas shpres që mundet mu këthy me to, po edhe kum pas kontakt me to, më ka thirë 2-3 herë kemi folë, për ata u kanë shumë like old news e kryme, s'ka pas shansa mu këthy. Qështu e ka thënë disa sen edhe në bënë kështu, bënë ashtu, qështu mënet i dosh me ba, tani edhe ajo kur u mundu edhe me shku kondërt edhe me pas mendimin e vetë, edhe si ka folë 2-3 javë, një muj, s'diçka, edhe në ka qitë gjithë në pozitë shumë të ullët, kishe me arrit vetën pak ma nalt. Edhe pse që kishtë është edhe shumë e rana, ajo dikush gjithë me të ullë poshtë, gjithë me thonë që unë i di, veç unë e di din. Edhe ajo e ka pas qatë njëtën eksperiencë, po ajo e ka pas 2 vjetë. Është përfolur shumë pjesa pagesave në raportin burr-grua. Si janë qiftet tradicionale që burri del, punon, i kryn, adin aspektet financiale, tani fanat e rritin fëmijët, gatujnë fshin. Unë jam shumë pro, se qashtu është, adin prindë të mi qashtu e kanë martesën e tyne. Po unë jam mësu të punu, pe që kam 13 vjetë, adin non-stop jam mësu të i bate tonat për vete. Edhe nuk jam adin që s'du me jep të shpia se normal du në du sene ma të mira, du me dalë në restorane, du me shku në pushime në këto sene, edhe unë du me kontribu sa të mëj. Po unë e pres një njëri që i pagun ma se pak të darkën, kur dalëm në ikon, pushime dhe këto sene, edhe unë i krejt tonë atjera, edhe nuk e pres burin me artë e shpia, edhe mos me pas bukën tavolinë, unë s'jëm rrit ashtu. Gjithë, pas adin mas pak të shpin pas flumë, ushqimin gjithë në tavolinë, ajo për mu është ma se pak të. No. Nëse nuk pastrojsha one, kur nuk kam e pastru, kur. Për senet me pagu nuk e kesh gajle her one her aj, po ajo nuk u kanë shumë problem për mu. E kanë ba këgjot madhe, edhe aj kanë her, une pe markta të mera ata, so kanë qatë problem, po në programe kanë kalzu që kjo është një njeri që donë me këqyr femnën e vetë komplet, me pare, krejt me pagu, krejt me kry, edhe nuk u kanë ashtu hiq. Asë njëherë së më ka thonë që une kume adin mbrit e tona, une paguj tona, ata veç me kena pas gjysë. Pas ndarjes, ata u bën bashk në reunion kohë më pas, një deklarat aty e lëndë i bardhen. Ka fengu se thanë një moment që të ishe në shpeteme i ke gra kjerët tem,
që unë e kom pagu sigurimin, gasën e mështjene në kërra din. Krejt ato sene që i ke për men, duhet me të ardhë marre, se mas pare si ke pagu ti. Unë e kom pas kërë nëse kisha dash me shku me marrë, po kërri e atina reke që atë ullë, atin pa u përdor. So it made more sense to use that. Po s'kish ka tjetër me thonë, edhe s'ka mujt me folë me thonë adin të vërtetën, se s'kena mujt me vazhdu, se me janisën e tamën me folë krejt që ka ndodhë, atina i delë ma keq. Kështu që u ullë edhe ka nejtë këgje ortë, edhe I think he was advised to do that. Ëndra për një burr shqiptar mbetet. Ma shumë në s'kisha dasht drejt me të kallzu. Unë shumë e du kulturën tonë, ushqimin, muzikën, hajgaret tonë, adin që të tjashtet nuk i kuptojnë. Edhe kisha pas qef atin me ritmit në shpe ku folëm të dëtë shqip. Po nëse nuk është shqiptar, për mu nuk është adin shumë problem që ashtu kisha pas qef, ama lumëturia jam është numër 1. Tani kahit janë nuk është shumë important. Sot Bardha ka një rutin tjetër. Jena jam është shkoj tash jam të punu për vete. I work like freelance marketing. So unë punu një që kanë nevoj për ndihmë me marketing. Edhe I have like run club, paddle, disa sporte, disa aktivitete. Kom gjetë ashtë e rreth e kem shoqe atje, edhe në duhet e kam në Dubai, është një shumë e lumëtër. Gjitha det kur jem pushim, shkon në plazh, e ki se me kanë tamam në holiday, it's amazing. Por a do linë të gjithë shka për një format si Big Brother, VIP që të kthehet në atë dhe e mbase të gjejt dashurinë shumë kërkuar, me këtë po i vëm pikën. Never say never, but I don't know, nuk e di, nuk mëj në qëtë moment bashkë me ta jep një përgjigje se nuk jam sigurt. Nuk e di sa zgjatë, po ndo këtë është kodre e gjatë. Nuk e di a është për mu, se unë prap du adin më kryte jeta jame, prap du me gjithë adin një burë, me kriju familje, me hi edhe një reality TV show, më do këtë që which is got edhe është sa ma larga jo andër. Ata mrena e kisha gjithë një burë.